Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Lajmi trisht, merr fund martesa e çiftit të njohur të showbizit. Janë ndarë Raul Bova dhe Raucho Morales, sipas tash e themeve të raportuara, me sa duket është e vërtet. Dashuria e tyre e lindur 13 vite më parë ka marrë fund dhe dy aktorët vazhdojnë të jetojnë në të njëjtën çati vetëm për dashurinë e vajzave të tyre, Luna dhe Alma. Thashethemet për ndarjen e tyre janë të vazhdueshme por të pakonfirmuara. Ajo që i bën gjërat edhe më të dyshimta është fakti se që nga qershori të dy nuk janë shfaqur bashkë në rrjetet sociale. Ndër arsyet e ndarjes mund të jetë edhe mosardhja e propozimit për martesë nga aktori, të cilin partnerja e ka pritur aq shumë. Do të doja të martohesha, por nuk po e kërkoj siç thon gazetat. Unë jam e modës së vjetër. Ai duhet të jetë ai që do të më pyes, tha ajo në një podcast. Ndërkohë çifti as e ka konfirmuar dhe as e ka mohuar lajmin. Raul Bova dhe Raucho Morales u takuan për herë të parë 13 vjet më parë në xhirimet e filmit I Maturi Il Viaggio, një film italian i drejtuar nga Paolo Genovese.